Luan Rekën, psikologe? A jeni ju, Ariola, pjesë e grupit rebelues brenda urdhrit të psikologut? Faleminderit shumë për ftesën. E filluam shumë bukur, por nuk mund të themi rebelues. E di që do bësh serioze tani, sepse është një situatë madhëmendje delikate për ju. Patjetër. Ne në fakt unë dhe grupi që filluam lëvizjen në janar të vitit të kaluar, të 2024-s, erdhi si pasojë e disa padrejtësive që u bën antarëve të urdhrit të psikologut. U rritën kotizacionet dhe njoftimi na erdhi nëpërmjet një emaili që ishin ndryshuar tarifat nga 60.000 lekë të vjetra në 80.000 lekë të vjetra, gjithashtu dhe kartoni licencës që ndodhi një herë në 5 vite ishte shtuar me 50.000 lekë të vjetra. Gjithashtu ishte edhe një vërtetim të sjelljes së mirë që i duhet një psikologu të ta ketë për shkuar diku jashtë shtetit, nga 2.000 lekë të vjetra në 100.000 lekë. Pra ishte një rritje 5.000% që ishte komplet jashtë çdo lloj logjike ligjore formale. Dhe ne kërkuam realisht takim me antarët e Këshillit Kombëtar që të na dëgjonin që nga erdhi kjo gjë, do të thonë si ishte. Po kush kishte vendosur këtë gjë? Këshilli Kombëtar i urdhrit psikologut. Ata i marrin vendimet. Sa pjesëtar ka? Po janë diku tek 17 në mos gaboj, 16-17. Që zgjidhen prap, këta pjesëtar të Këshillit zgjidhen nga antarët apo jo? Zgjidhen nga antarët në asamble. Dhe pas këtyre refuzimeve të njëpasnjëshme, ne morëm një nisëm që të organizonim psikologët në gjithë Shqipërinë, kushdo që do të na bashkohej, dhe shkuam në një asamble të jashtëzakonshme në janar të 2024-s. Aty u mblodhën gati 400 psikologë, të cilët shprehën vullnetin e tyre, inatin e tyre, rebelimin e tyre. Po që një grup i madh rebel, 400? Po, sepse sa jeni në total? Jemi diku tek 1.600 aktualisht, do të thënë tek kjo shifër. Dhe ideja është që gjatë gjithë këtyre 2 mandateve që urdhri i psikologut po funksionon, sepse ka që nga viti 2017 që është rregulluar si profesion i lirë dhe si urdhër, janë marrë vendime të cilat nuk janë të drejta, janë çuar shumë psikolog në komisione disipline, janë marrë masa disiplinore, janë hequr licenca pa të drejtë, dhe kishte ardhur momenti që duhet thjesht ajo pika e fundit për të derdhur gotën. Që ju të funksionon në Republikën e Shqipërisë duhet patjetër të keni licencën e urdhrit? Si funksionon? Pra nëse urdhri ty të heq licencën, ti nuk mund të punosh më në pra që nga një pushtet në patjetër është ent publik. Profilin tuaj, po. Është ent publik, është miratuar nga Këshilli i Ministrave, domethënë është gjithçka e parashikuar edhe në ligjin e urdhrit të psikologut. E di pse pyes se ne në gazetari nuk kemi një urdhër të tillë. Prandaj që nga vërtet është rregullatori i profesionit tuaj praktikisht. Praktikisht. Dhe përveç kësaj pam edhe diferenca të jashtëzakonshme të trajtimit të pabarabartë mes psikologëve të themi të fushave të ndryshme, për shembull psikologët ligjor dhe gjyqësor paguajnë më shumë kotizacion. Dhe s'ka arsye pse. Ne kemi dentist, stomatolog, të cilët kanë klinikat e tyre private, edhe paguajnë njësoj të njëjtën tarifë si një stomatolog që ndoshta nuk e ka dhe punën aq me fluks sa që mund ta ketë dikush që ka klinikë të njohur. Pra, trajtimi duhet të jetë i barabartë. Nëse ne flasim për një shoqëri demokratike, hajde na ulni të flasim dhe të bëjmë bisedime dhe të bijmë kompromis. Pra, ideja ishte që ne kërkonim të dëgjoheshim. Kur kjo gjë u refuzua, atëherë vetmja zgjidhje është që të bëjmë gjërat të përshkallëzuara dhe hapasapi, që ishte mbledhja e asamblesë. Më pas ne jemi në një ngërç ligjor, sepse përveç kësaj ne kemi edhe problematikat e edukimit në vazhdim.
që do të thotë se këto 8 vite ne kemi funksionuar dhe jemi akredituar, kemi bërë trajnime vetëm nga urdhri i psikologut, ndërkohë që pasi lexuam ligjin dhe morëm përgjigje nga institucionet përkatëse, vum re që ishte një institucion tjetër që kishte kompetencë për të akredituar, që ishte ASCK-ja, dhe pam që urdhri i Çfarë është psikologut ASCK-ja? është Agjencia e Sigurimit të Cilësisë dhe Kurrikulës. Mhm. Pra është e vetmja që merret me edukimin në vazhdim, Mhm. është e vetmja e cila jep kredite dhe ofron trajnime. Ndërkohë ne këto trajnime i kemi marrë gjithmonë nga urdhri i psikologut. Dhe pam që edhe kjo ishte një palishmëri, ku kemi paguar shifra marramëndse për trajnimet. Një kredit kushton 10.000 lekë të vjetra dhe ne kishim taksative që brenda 5 viteve të merrnim 100 kredite, ndërsa në ASCK një psikolog brenda 5 viteve duhet marrë deri në 60 kredite. Do thënë ishte me të Gjysma e vërtet atyre që ishit të detyruar t'i merrni tek urdhri pak a shumë gjysma, po. pak a shumë, po edhe shifra me cilën ne paguanim ishte më e lartë. Do thënë një psikolog i cili, sepse këtë vitin e fundit kemi pasur rritje të rrogave nga shteti, nga qeveria. Një psikolog shkollor deri vitin e kaluar paguaj me 500.000 lekë të vjetra. Dhe praktikisht urdhri i psikologut bashkë me antarët e Këshillit Kombëtar, cilët u treguan të papërgjegjshëm, merrnin nga xhepat e psikologëve, të cilët nuk është se ushtronin punë privatisht, në paga shumë minimale. Dhe këto janë padrejtësitë cilat A u përpoqet ju të flisin me pjesën tjetër? Pra që kishte pushtetin, që kishte vendosur, pa ju pyetur këto... U përpoqëm, bëm disa herë kontakte, dërguam disa herë shkresa pranorëve të psikologut dhe nuk patëm asnjë reagim. Si është situata sot? Tani situata është në një ngërsh ligjor, sepse urdhri i psikologut e ka pezulluar edukimin në vazhdim. Pra, në një farë forme ka pranuar që kemi patur një shkelje ligjore. Në datën 5 qershor të njëjtën kemi zgjedhje, sepse ka mbaruar tashmë mandati i presidentit dhe i Këshillit Kombëtar, dhe do të shikojmë vullnetin e shumicës antarëve. Ndërkohë ka pasur edhe një padrejtësi në lidhje me kandidaturat për president, sepse i është vënë masë disiplinore një kolegu i cili ishte kandidat potencial për president dhe nuk e kanë kualifikuar në kategorinë për... Me çfarë justifikimi ose shpjegimi? Gjatë punës së tij apo lidhur me sjelljen brenda urdhrit, a çfarë? Lidhur me ndoshta ambicie personale, nuk e di, interesa personale aty brenda, dhe që praktikisht e kanë ndaluar, e kanë bërë për ta ndaluar që të mos kandidojë apo jo? Janë kandidatët tani? Tani kandidatët janë sekretarja e përgjithshme aktuale dhe njëra nga antarët e Komisionit të Etikës brenda urdhrit psikologut. Pra janë gjatë të dyja pjesë e këtyre 8 viteve të marrjes së vendimeve. Nuk ka një kufizim të mandateve? Po themi dikush mund të jetë... Po, është deri në 2 mandate. Për shembull, presidenti aktual nuk mund të kandidojë më. Megjithatë, duke parë gjithë këto shkelje të jashtëzakonshme që përvalojnë ndonjëherë edhe mbi gjykatat, që është jashtë çdo logjike ligjore, ne do presim vullnetin e antarësisë që të vinë të votojnë. Është shumë e rëndësishme ta shprehin vullnetin e tyre dhe të shprehin kë duan në fundit. Është e habitshme se si sistemi, njerëzit shqiptarizohen në Shqipëri. Dhe ne gjithmonë si shoqëri mendojmë që ju psikologët jeni njerëz të hapur, njerëz që dëgjoni. Po s'është nga dash e vërtet, për këtë që po më tregon, për faktin që nuk është pritur mirë kritika.
Po, është e vërtet, shqiptarizohemi dhe ndonjëherë përfshihemi politikisht. Mirë, Ose është funksionojmë është legjitime që gjithse patjetër, kusht ketë pozicionin e vet, besimin e vet edhe politikë, nuk ka asnjë problem. jo, e kam fjalën që funksionojmë ndonjëherë si politikanët, Mm. ose si pozita me opozitën. Mhm. Pra, shikojmë që nuk ulemi për t'i diskutuar gjërat, po kemi një stil autokratik, pra vendimet i Mm. marrin vetë, edhe ndoshta kjo vjen edhe nga fakti që nuk ka rotacion. Domethënë, mendoj se nëse Akumulimi i tepruar në disa duar i pushtetit patjetër patjetër, ndikon. patjetër, edhe nuk duhet sepse këtë gjë e kam primare dhe është parimore, ndoshta unë mund të konsiderojmë atë mendsinë e vjetër, po nuk duhet të bëjmë dot kompromise me padrejtësitë edhe me t'i hysh të themi në hak tjetrit. Qoftë edhe tek puna, qoftë edhe tek familja, sepse në fundit ti e duke i marrë diçka nga xhepi i tyre. Pra nëse ti hyn në atë aspektin ekonomik, kjo është, mendoj, ka kaluar çdo vlerë dhe çdo parim. Ndërkohë që është një punë intelektuale, është një punë, është një kontribut për shoqërinë, që ka një valencë të jashtëzakonshme në shoqërinë shqiptare. Juve do kandidoni? Po, unë do jem antare për Këshillin Kombëtar. Mhm. Dhe në fakt kjo është nxitje e grupit dhe lëvizjes që ne e organizuam këtë gjë. Sepse nuk është në ambicjet e mia personale, unë dua që të organizoj koleg të ngrinë zërin, pra qëllimi im në vetvete është të organizoj grupe për në ngritur zërin dhe për të kërkuar të drejtat e tyre. Por shtysa që më jep grupi dhe impakti, figura, fakti që nuk kam bërë asnjëherë kompromise për interesa shumë të ngushta personale, them që do të jem një zë ndryshe në Këshillin Kombëtar dhe mendoj se të paktën do ta shoh me shumë drejtësi edhe do vlerësoj çdo vendim që do merret aty. Shpresoj shumë, unë personalisht e vlerësoj shumë forcën rebeluese të njerëzit, e të profesionistët, sepse në radhë të parë tregon një integritet, sigurisht kur kjo forcë rebeluese është e bazuar, jo rebelim për hir të rebelimit, po ju e njihni më mirë situatën aty, dhe ne natyrisht jemi sy e vesh të dëgjojmë perspektivën tuaj. Por tani të kalojmë edhe te elementë të tjerë që ndoshta audienca shumë e interesuar. Si e shikon ti vetë si profesioniste këtë qasjen e shoqërisë shqiptare ndaj profesionit tuaj, ndaj shërbimeve në përgjithësi që ju i ofroni shoqërisë? Si të rezulton? Ke një përvojë të gjatë. Një përvojë të gjatë dhe mbi 10 vite. Je profesionistja që mund të na tregosh e ne mund të besojmë për shkak të përvojës edhe formimit që ju keni. Në fakt, profesioni i psikologut ka filluar që të jetë aktiv që nga 2004-2003, kur filluan të dalin në brezat e parë student të psikologjisë. Dhe po flasim për një 20 vjeçar a diçka më shumë, ku për hir të së vërtetës mentaliteti ka ndryshuar. Pra ne shohim një qasje më shumë drejt psikologut, edhe sidomos të rinjt, e shikoj që e kërkojnë dhe vetë dëshirën për të folur me psikologun. Pra ka filluar gradualisht vit pas viti, ndoshta edhe efekti i medias, ndoshta edhe fakti që tani po na i bëm duket qefin shumë, se dhe ne kemi defektet tona, sidomos në raportimin e, po ju thoni në fakti që shpeshherë ftohen psikolog në panele. Okay. Dhe krijohet, dhe krijohet një lloj impakti edhe tek publiku, që nuk është se ka ndonjë gjë të keqe të shkosh edhe të flasësh, qoftë edhe për një stres që po kalon. Nga ana tjetër është edhe implementimi i psikologëve në struktura shtetërore. Pra ne sot kemi shërbime psikosociale që shkojnë paralelisht psikolog punonjës social në shkolla,
edhe për hir të së vërtetës është shtuar shumë numri i shërbimit. Kemi në spitale, në qendra komunitare, të shëndetit mendor, në burgje, do të thënë kemi një gamë të shtrirjes së shërbimit psikosocial. Dhe gjëja që mua më pëlqen është fakti që këto dy profesione, psikolog, punonjës social, shkojnë së bashku. Dhe kjo është për të vlerësuar edhe nga, domethënë është një të themi nxitje edhe nga shteti që e ka pranuar dhe e ka kuptuar që është e nevojshme prezenca e këtyre dy strukturave në institucionet ku ka nxënës, ka të sëmur me smundje të ndryshme, ka të burgosur. Do të thënë, ideja është që ne jemi aty për të dhënë kontributin edhe për të ndihmuar profesionalisht. Pra ka një qasje që vit pas viti rritet. Patjetër që edhe sepse folëm pak më parë për rebelim, po unë nuk do e zhvlerësoj dhe faktin që profesioni psikologut u bë më legjitim duke pasur një urdhër dhe patjetër që u fut në disa shina që i dha edhe një lloj të themi tempi institucional. Pra i dha më shumë legjitimitetit thuash ose legjitimitet. edhe besueshmërie. Patjetër, edhe në aspektin ligjor dhe kjo është për të vlerësuar, Kështu që këtë gjë vlerësoj dhe e mbështes sepse ka aspekte pozitive që janë bërë lobime të ndryshme, të cilat janë për të vlerësuar. Ajo që është. Është patjetër, edhe nuk mund ta mohojmë. Megjithatë nga vlerësimi juaj, në qoftë se unë ju pyes, është rritur po themi vlerësimi i shoqërisë për shërbimin e psikologut dhe për psikologët, sepse janë rritur situatat problematike tonat, themi është rritur niveli i stresit, niveli i ankthit, niveli i depresionit, niveli i sfidave që ne ndeshim në përditshmëri, apo është më shumë e rritur kjo besueshmëri te ju edhe kjo nevojë për t'ju pasur si efekt i kësaj që ju shpjeguat, pra i vendosjes në struktura, i standardizimeve, i një lloj legitimiteti më të madh. Si e mendoni ju? Mbase mund mos më jepni një përgjigje fikse, po jam shumë interesuar të di gjykimin tuaj. Në fakt, ne ecim paralelisht edhe me ndryshimet dhe sfidat që shoqëria jon ka, sepse mos harrojmë që jemi përpara sfidës teknologjike më të rëndësishme që është inteligjenca artificiale. Edhe COVID-19 që kaluam, që unë mendoj se jemi në një proces ende të shërimit, sepse për hir të së vërtetës ka lënë pasoja. Çfarë pasojë? Unë e diskutoj shpesh me kolegët, ndonjëherë e kapin veten dhe themi, shiko, kemi një pasojë në memorie, na duket sikur në kujtes. Në kujtes. Po. Sikur nuk mbajmë mend shumë gjëra. Po është edhe po të shohësh edhe njerëzit në jetën e përditshme kanë një ndjenjë mungesë energjie, jemi të lodhur, jemi të pamotivuar, duket sikur nuk bëjmë dot asnjë punë, s'merremi dot me asgjë. Unë mendoj se nëse thellohemi pak më shumë në studime për ta parë efektin e Covidit apo edhe të vaksinave, sepse konspiracionet të ndryshme flasin për çdo gjë. Është kthyer, shiko, ka pasur konspiracione, po të shikosh tani studimet, raportet, qëndrimi i qeverisë amerikane kanë filluar të pranojnë shumë vendime që u morën gabim në aspekt të vaksinave dhe edhe për hir të faktit që nuk ishin përballur. Po, edhe për hir të faktit që nuk ishin përballur më parë me këtë gjë dhe ndonjëherë në ato situatat kritike merr vendime të shpejta që mund të jenë dhe të shpejta ose të kalkuluara, nuk e dim këtë gjë. Por që mund të themi vendime të gabuara që realisht sollën shumë pasoja. Patjetër. Edhe në organizmin e njerëzve, jo vetëm në qëndrimin, jo vetëm në shëndetin mendor, por edhe në sëmundje të tjera të lidhura me zemrën, me mushkrit, diabetin, po. Shumë elemente edhe të aspektit fizik. Megjithatë kthehemi atje, ishim okay, ju po thoni që mund të ketë një konspiracion, mund të ketë një bazë, po çfarë efektesh të tjera? Unë mendoj se problematika tjetër që erdhi pas COVID-19 ishte edhe vetmia, edhe përveç asaj izolimit.
që njerëzit u izoluan Po. edhe një pjesë e atyre të moshuarve të moshës tretë mbetën vetëm. Mhm. Ishte e vështirë të merrnin edhe shërbime edhe qasje shëndetësore. Pra, mendoj se na bëri pak më të ftohtë. Edhe sot, kur e diskutojmë edhe flasim, sikur njerëzit tani edhe për të ardhur për të takuar të marrin telefon paraprakisht. Pra na Mhm. bëri më distant. Kjo nuk erdhi gjithmonë vetëm nga COVID-19, sepse ne kishim edhe më parë, vite më parë që Mhm. kishim një lloj distancimi mes njëri tjetrit, ndoshta rutina, ndoshta stresi, ndoshta aktiviteti, Që mund ta ketë sjellë dhe teknologjia, fakti që patjetër ti edhe sot me video teknologjia. call mund të realizosh biseda edhe pa shkuar te tjetri. Tek tjetri, po. Pa e pirë atë kafen dhe pa e parë në sy. Mhm. Po kjo pastaj krijon problematikën e asaj ftohtësisë edhe Edhe mungesës lidhjes, po. zbehjes së emocioneve. Është shumë bukur të flasim për atë inteligjencën emocionale. Mhm. ë Këtu Shkon drejt, këtu do më qëndrosh pak te inteligjenca po, e kam emocionale, fjalën që sepse realisht mendoj, të paktën nga përditshmëria që jetojmë, që kemi një problem ne me inteligjencën emocionale. Si e gjykon? në fakt inteligjenca emocionale është aftësia për t'i njohur, për t'i pranuar emocionet tona, për të bërë ndërgjegjshëm në lidhje me emocionet. Dhe për të qenë më pas empatik me tjetrin, për të krijuar atë connection, atë lidhjen me tjetrin. Po nuk mund ta krijosh dot marrëdhënien me tjetrin nëse nuk njeh veten, pra nuk njeh emocionet e tua, nuk i pranon ato. Mhm. Ideja është që kur them ti njohësh, ti pranosh, do thotë të fillosh më pas të bësh edhe një lloj vetrregullimi emocional. Pra nëse ti e pranon që unë kam emocionin e zemërimit, për shembull, duhet filloj të bëj teknika të ndryshme për ta menaxhuar këtë gjë. Dhe unë shoh që ka një nivel lart të agresivitetit në shoqëri. Nëse njerëzit janë pak si të çuditshëm tek pjesa që sapo preken në diçka, ngrenë zërin, konfliktohen shumë shpejt. Edhe më pas për hiç gjë kalojnë edhe në ngjarje dhe më ekstreme. Do të thonë ka të bëjë me atë faktin që nuk i kanë njohur emocionet e tyre, nuk i kanë mësuar ndoshta të tjerët t'i njohin. Edhe prandaj jemi pak, e shoh që jemi pak në këtë pjesën e Inteligjenca emocionale është diçka natyrale jona apo mund të kultivohet? Emocionet lindin me ne. Mirë. Pra janë pjesë bazike e jona, megjithatë inteligjenca emocionale kultivohet. Mhm. Pra ne kemi mekanizmat tonë se si e bëjmë atë fëmijën e vogël që të modeloj emocione, pra të modeloj sjellje të mirë, të modeloj momentin e zemërimit. Ka shumë prindër që kanë atë fazën e fëmijëve 3 deri në 5 vjeç që bëjnë ato tantrumet e tmerrshme që e dua tani dhe shtrihen aty. Mhm. Ideja është se si e menaxhon prindi. Pra ai fëmia 3 vjeçar do mësohet më vonë që këtë emocionin ta bëj siç e kanë mësuar. Pra nëse prindi e ka lënë aty dhe i ka folur gjatë gjithë kohës që shiko që kjo që po përjeton ti është një emocion, është zemërimi, do të kaloj shumë shpejt, ne bashk unë do jem gjithmonë pranë teje, mundohu të qetësohesh. Nëse prindi është gjatë gjithë kohës aty duke i folur, ai fillon dhe reflekton lidhje me këtë gjë. Dhe ndoshta herën e dytë ka minutazh më të shkurtër, pastaj ndoshta herën e tretë nuk Nuk e përsëritet përsërit më. më, po. Ndërsa kur ti i thua çohu shpejt se na turpërove, ose fillon dhe përdor një disiplinë pak më të ashpër, se ne ndonjëherë shqiptarët, sidomos, janë shumë të gjënshëm për të ndihmuar në çdo situatë, edhe ka shumë të tjerë, Të të tjerët jashtëm mund të që duan të futen. ndërhyjnë, po. Po. A mund ta marr unë këtë gjë ose a mund ta ndihmoj unë? Ndërkohë që nuk e kuptojnë që ai është në një proces zbulimi të vetes, edhe në një proces që fillon të zbulojë emocionet e tij, edhe më pas fillon edhe ai procesi i vetë rregullimit.
Kështu që prandaj them që Kur inteligjenca shohim një nënë dhe një fëmijë që përjeton këto tantrumet, ne nuk duhet të ndryhim apo jo në marrëdhënien e tyre. jo, ajo është një marrëdhënie komunikimi mes njëri tjetrit. Edhe ne do të thënë duhet ta kuptojmë që ai po e bën atë gjë sepse nuk ka arritur ende të krijojë pavarësinë e tij emocionale. Pra ai është në proces zbulimi. Është tamam në atë procesin që është duke kuptuar. Nëse kjo gjëja që unë bëj do më çoj, pra do më plotësoj dëshirën që unë dua, atëherë unë këtë gjë do ta bëj edhe 15 vjeç, po do ta bëj në një formë tjetër. Pra do jem një adoleshent i rebeluar me sjellje jo shumë të mira. Do të duhet kuptojmë gjithmonë pasojën se si do interferoj tek i rrituri më vonë. Po dhe prindi është duke eksploruar nivelin e tij të durimit edhe në ato momente apo jo? Patjetër edhe prindi. Por unë mendoj se prindrit nuk është se ka një informacion shumë të zgjeruar në lidhje me edhe me stilet e prindërimit, edhe me përgjegjësinë prindërore. Ndonjëherë shoh që bëhen spontanisht prindër. Ndërkohë që po të shohësh, ne nuk kemi lindur prindër. Jemi bërë gjatë rrugës. Patjetër, sigurisht. Megjithatë ka studime që me të vërtetë më pëlqejnë shumë edhe thonë që ne kemi filluar ta bëjmë procesin e prindërimit shumë shekuj më parë. Pse shekuj më parë? Që tek sërgjyshi jonë. Pra që tek forma se si është sjell procesi i edukimit dhe i modelimit. Si janë sjell prindrit e prindërve tanë, me prindrit tanë. Si janë sjell ata me ne. Dhe si do sillemi ne me fëmijët tanë. Pra është një proces shumë i gjatë brezënor, i cili vjen gradualisht. Mirë po, dikur i kishin gjërat pak më të thjeshta, pra nuk është se ishin kaq të ngarkuar, kaq të themi të frustruar në punë, ka prindër që bëjnë nga 2 punë, edhe ka prindër që ndonjëherë e humbasin durimin, edhe nuk merren dot shumë gjatë. Dhe prandaj them që është proces i gjatë i të prindëruarit, dhe gjithmonë kam sugjeruar në fakt edhe në punën që bëja në shkollë, që prindërit duhet gjenin të paktën 2 herë në javë, jo në javë, po 1 herë në 2 javë, ose 1 herë në muaj, të gjenin kohë që të mblidheshin 7-8 prindër, aty brenda ambientit shkollës, të pinin një kafe, një çaj, dhe diskutonin lidhje me stilet e tyre të prindërimit, të ishte edhe ndoshta një psikolog apo punonjës social i shkollës apo i bashkisë. Që mund t'i ndihmonte të së pari të ndanin shqetësimet që kishin. Po, të ndajnë shqetësimet që kanë, të flasin rreth fenomeneve të ndryshme sociale që po përjetojnë fëmijët e tyre, sepse ka shumë prindër që nuk kuptojnë procesin e përdorimit të TikTokut apo të rrjeteve sociale që përdorin fëmijët e tyre. Pra nuk janë avantgard, nuk janë ato të themi përditësuar me të gjitha zhvillimet e teknologjisë dhe të nevojave që kanë brezat. Po të ngelemi te inteligjenca, këto gjenerata Z edhe gjenerata Alfa. Të ngelemi te inteligjenca emocionale, se është një çështje vërtet shumë interesante dhe besoj duhet të ketë shumë interes. A kultivohet më tej apo është vetëm ajo periudha 4-5 vjeç ku ne mund të punojmë me fëmijët? Kultivohet dhe më tej, patjetër. Sepse në çfarë fazash të tjera për shembull? Çfarë mund ta thuash për fazën e adoleshencës? Ne jemi gjatë gjithë jetës duke njohur veten. Pra ajo pikpyetja e madhe, kush jam unë, është një krizë ekzistenciale që ndryshon në çdo fazë të jetës. Pra nëse ti je adoleshent dhe mendon se ke zbuluar gjithçka, kur kalon atë fazën që shkon tek të 20-at, 21, që je në pjesën e universitetit, aty kupton që pas ke shumë aftësi të tjera, të cilat ti nuk i pas ke zbuluar tek vetja.
Pastaj kur ti bëhesh më vonë, fillon marrëdhënie e punës, shikon relatat që ke me kolegët, me shefin, me gjitha të dimensionin e marrëdhënies, shikon që ke potencial që ti nuk ke pasur mundësinë ta nxjerrësh. Pastaj kur bëhesh prind familjar, ke një tjetër, pra në çdo fazë ne jemi duke eksploruar në lidhje me emocionet tona, me gjitha të ndjesinë dhe patjetër që inteligjenca emocionale kultivohet dhe mësohet, madje përdoren dhe teknika të ndryshme të vetërregullimit. Pra, nëse bëni një seancë me një psikolog, ju ndihmon që të filloni të reflektoni në lidhje me veten, lidhje me emocionet, lidhje me empatinë, sepse edhe empatia sot është Çfarë është empatia? Si mund na i shpjegosh në një gjuhë që ne ta kuptojmë? Tamam është të ecësh me këpucët e tjetrit. Pra nëse këpuca jote është 37 dhe imja është 39, unë do ta vesh sa do e ngushtë që tjetë. Pra unë do të kuptoj, do jem aty për ty, për të kuptuar çdo emocion që ti ndjen dhe për të përpjekur ta kuptoj gjithë problematikën që ti ke, njësoj si tjetë e imja. Pra, më thënë e thën shumë shkurt edhe në gjuhë pak më popullore. Kjo është empatia. Dhe prandaj themi ndonjëherë që sikur këta të rinjt edhe këta adoleshentët që bëjnë këto fenomene të ndryshme të bullizmit apo ngacmimit ndaj shokëve, arrim në ato konkluzionet që sikur nuk ka empati. Në fakt unë mendoj se ai adoleshenti i cili është bullizues ka mungesa seksuare? Ka frustrim. Ai është duke u përpjekur të jap një sinjal ndaj gjithëve, ndaj prindërve, ndaj shkollës, ndaj të tërëve që unë kam nevojë për ndihmë, sepse unë nuk jam i vetrregulluar emocionalisht, ose unë nuk kam kaluar atë procesin e njohjes së emocioneve të mia. Dhe prandaj e bën këtë sulmi ndaj viktimës, ndaj shokëve, edhe sillet në këtë formë. Dhe zakonisht ne merremi me viktimën, pra duke trajtuar fëmijët që bien viktime e bullizimit, por harrojmë të merremi me bullizuesin, i cili mund të jetë nesër sërish në një proces të ngjashëm ose mund të modelojë dhe sjelljet e të tjerët, ëh? Patjetër. Pra ka efekte të efektet e fenomenit bullizmit janë të shpërndarë në shumë dimensione, nuk është vetëm marrëdhënie drejt për drejt mes viktimës dhe agresorit, po janë përfshirë shumë faktorë të tjerë, është ai i heshturi atij që shikon, është edhe ai pasivi që nuk ndërhyn, janë shumë janë komponentë të cilat duhen studiuar të gjitha me shumë kujdes. Nga përvoja ime, nga fëmijëria ime, unë mendoj që bullizmi ka ekzistuar, nuk e di si mendoni ju, por ka qenë në një formë tjetër, mbasi tani është transferuar pak edhe në rrjetet sociale, pra në atë hapësirën digjitale, cili është perceptimi juaj kur e krahasoni? Sigurisht nuk mund të vendosim një peshore fikse, por ky fenomen kaq negativ, kaq i dëmshëm për shkollat, për fëmijët, për shoqërinë, për të gjithë, si është transformuar? Çfarë kujdesi duhet bëjmë ne? Si të rezulton te shkollat, se ekspertiza jote është aty te shkollat, më çfarë po bëhet, çfarë pune po bëhet? Kjo është e vërtetë në fakt, ka ekzistuar bullizmi gjithmonë, bullizmi. Ngacmimet. Por ndoshta forma e edukimit, qasja e edukimit që kanë pasur prindërit tanë ka qenë pak ndoshta edhe më e ashpër, edhe ne kemi përballuar më me sukses. Ndërsa sot prindërit i kanë fëmijët kështu gjatë gjithë kohës në shumë vëmendje, i japin shumë të themi përpiqen gjatë gjithë kohës që t'japin të drejtë për çdo gjë, edhe ndonjëherë kam parë prindër që hyen dhe mësuesen në syrin e fëmijës për ta mbrojtur fëmijën e tyre. Dhe në këtë formë e shoh që janë më shumë të predispozuar që të kapin çdo problematikë edhe çdo element negativ tek fëmia e tyre menjëherë. Kjo i bën pak më të ndjeshëm fëmijët nga ana tjetër. Pra i bën më sensibël,
sikur nuk i Sepse bën ata e shumë të kuptojnë që janë përgjegjshëm për gjithmonë veten, nën në mamin mbrojtjen dhe e babin. po. Do thënë gjithë Mhm. ideja është që ata e kanë mburojën e tyre, që është mami dhe babi. Ju vinë për çdo gjë tek shkolla, flasin për çdo gjë me mësuesen në WhatsApp, sidomos pas COVID-19 tani WhatsAppi është bërë Mhm. shumë prezent në jetën e familjarëve të shkollës. Dhe Pra në dhe kujdesi tepruar që nga i dëmshëm apo jo? po, sepse i bën pak, jo pak, po i bën shumë të ndjeshëm. Edhe i Mhm. bën fëmijë të cilët nuk marrin përgjegjësi për veten. Pra nuk e mësojnë që nëse ty ta thonë një gjë, ti realisht si e mendon? Mhm. Apo mendon se ajo që ai shoku e tha në një moment zëmrimi sepse nuk ka menaxhuar veten. Prandaj është Mhm. shumë e rëndësishme të flitet për këtë pjesën e emocioneve Mhm. dhe inteligjencës emocionale. Sepse kam parë shumë prindër të cilët flasin me fëmijët e tyre dhe ata ja dalin bande, nuk preken nga ngacmimet edhe nga bullizmi. Ndërsa fëmijët e tjerë pastaj që janë të ndjeshëm, që janë shumë të prekshëm, që edhe prindrit i kanë trajtuar në këtë lloj forme, janë më shumë pre bullizmit, bien më shumë pre këtyre fenomeneve, sepse nuk i kanë mësuar që të jenë të Mhm. fortë edhe të përballojnë emocionin e tyre, edhe të kenë një proces vetrregullues. Mhm. Për gjë më mirë që mund të bëjmë për fëmijët është t'i mësojmë të njohin emocionet e tyre, të Ti pranojnë, analizojnë, të pranojnë, të kuptojnë tjetrin, patjetër, ta kuptojnë dhe tjetrin. ta kuptojnë që mund të ketë pasur një situatë para dhe nga inati apo nga Po, zemërimi po. të shkthyer ty dhe s'ka lidhje me ty. Mhm, Po dhe kjo që lidhet me konfidencën që kanë tek vetja, çfarë mendojnë për veten. mhm. Si e njohin veten në atë fazë që e njohin apo jo? Patjetër, vetëm se unë shikoj edhe këtë pjesë që ndonjëherë nuk ju a vën, domethënë ju rrinë vërtet prindrit tek koka e fëmijëve të tyre, po nuk ju vën në pa ato anët e tyre pozitive për shembull. Mhm. Gjithmonë bëja një lojë psikosociale në shkollë me nxënësit. Edhe i thoja më shkruaj 2 pika të forta që ti ke tek vetja dhe 2 pika të dobta. Shkruaj emrin dhe palose fletën dhe dorëzoje. Dhe e çuditshme të shije në klasë që të gjithë nxitonin të shkruanin vetëm anët e tyre negative. Negative? Negative. Dhe kur më pas e diskutonim këtë gjë mes njëri tjetrit, thonin që nuk gjejmë dot pika të forta, sepse prindrit gjatë gjithë kohës arrin vetëm i kritikojnë sepse mendojnë që kritika është gjëja më e mirë për të ecur përpara. Mhm. Pra nuk i thonë që unë kam besim tek ty, mua më pëlqen përgjegjshmëria që ti ke. Mua më pëlqen fakti që ti i bën gjërat me një korrektesë sistematike. Gjitha këto janë ato vlerësimet pozitive, të cilat edhe e motivojnë fëmijën, po edhe nuk i krijojnë ato komplekset e inferioritetit, vlerësimin e ulët, ato ndjesitë e lehta të ankthit edhe të mërzitjes. Të çfarë moshi ishin këta fëmijë që u përgjigjen kështu? Të moshës 13, 14, 15 vjeç. Po. Të rritur, domethënë jo të vegjël fare. Dhe shikonin kanë vendosur vetëm anët negative. Sepse prindrit në tendencën e tyre e shikon Që ti shokun, bëjnë të është më i fortë. mirë se ty. Po ti çfarë ke? Unë ti kam plotësuar të gjitha. Ky krahasimi Çdo që gjë na ka ta kam ngrënë plotësuar. jetën, na ka ngrënë kokën gjithë jetën tonë. Disa prindër e kanë bërë, disa nuk e kanë bërë, po kjo e krahasimit është shiko filanin, atje sot ke prindër që ju thon fëmijëve shiko filanin, shkojnë në Britaninë e Madhe, Me kamion. erdhi dhe shiko sa i pasur është bërë. Domethënë një model ose një Nxitje tamam, jo e nxitje shëndetshme. jo e shëndetshme. Pra duhet të jemi të kujdesshëm për të evidentuar anët pozitive të fëmijëve, edhe kur fëmia merr tet, por është përpjekur shumë, atëherë ne të evidentojmë faktin që ai u përpoq shumë dhe Patjetër. punojmë më shumë kësaj radhë. Po, patjetër. Ne mund ta nxisim dhe të themi ndoshta nuk ishte një ditë e mirë sot. Ose ndoshta nuk e bëri gjumë të mirë. Domethënë nuk ke arritur që të japësh maksimumin tënd, ama unë besoj tek potenciali jot. Besoj sepse shiko, e gjitha
E gjitha kjo se duket sikur kalojmë nga një deg në një deg tjetër, po të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën. Nëse ne i zbulojmë potencialin që ai ka, nëse zbulojmë pikat e forta, ne orientojmë pastaj drejt një karriere të suksesshme. Se edhe orientimi i karrierës nuk fillon në vitin e fundit në Si duam ta gjimnaz. bëjmë ne, që e bëjmë shumë gabime, thënë të drejtën. Ajo sipas studimeve fillon që në moshën 7 vjeçare, pra kur fëmia fillon dhe futet në klasën e parë. Po fëmia futet në klasën e parë, futet në procesin e shkollës, ka përballë një model, që është modeli i mësuesit, Që nuk duhet ta sulmojmë asnjëherë. asnjëherë, sepse mësuesi dikur vërtet ishte prindi i dytë, po mësuesi në jetën e një nxënësi është shumë i rëndësishëm. Nxënësi arrin ta shikojë që në fytyrë, nëse është i mërzitur, është i shqetësuar, nëse është veshur bukur, nëse ka ndonjë problem, arrit ta perceptojë dhe arrit të marrë model. Nëse ne pyesim njëra tjetrën se kush është për shembull ka admironi ose kush ka qenë modeli i parë. Patjetër. Mësuesin patjetër. Ose kemi një mësues specifik në mendjen tonë. Pse? Sepse ai na ka sjellë atë modelin që ne kemi adhuruar, e kemi admiruar. Dhe ky është, prandaj them që është proces. Është i gjithë i proces që çon më pas drejt një orientimi karriere të suksesshme. Dhe nëse fëmijët tanë do orientohen drejt këtyre karrierave të suksesshme, ne do kemi një shoqëri më të qëndrueshme. Se gjithë do bëjnë punën që duan, nuk do bëjnë një punë për të marrë rrogën në fund të ditës, po do ta bëjnë një punë me pasion. Do të them gjithmonë që pasioni është gjëja më e rëndësishme për të ecur përpara dhe për ta bërë Po pse punën me kemi ne si dëshirë. prindër këtë prirje për t'i krahasuar fëmijët? Po themi shiko sa bukur është veshur, shiko sa e zonja është ose sa i zoti është, pse na kanë lindur kjo nevojë për ta bërë këtë gjë? Për faktin se s'dim si të prindërojmë, për faktin se duam t'i arrijmë gjërat shpejt, për faktin se nuk kemi kohë ta njohim fëmijën ose durimin për ta njohur fëmijën, sepse do dhe durim të njohësh aftësitë e fëmijës apo jo? Tjetër. Çfarë aftësish ka ky fëmia yt aftësi ulumtuese? Ka ky fëmijë aftësi argumentuese që ti do ta bësh me patjetër avokat dhe jurist, po themi? Megjithatë kjo nuk vjen që tulesh një ditë përpara. Jo, patjetër. Ta marrësh fëmijën dhe thuash me lapse dhe letër. Të bëjmë shënime tani. Unë mendoj se është proces, pra që kur ai është i vogël fillon dhe eksploron me gjërat. Për shembull ka fëmijë të cilët janë shumë social, krijojnë shumë shpejt marrëdhënie, janë tipa ekstravert. Dhe këta janë shumë të mirë për të punuar me grupe, për shembull për të bërë punë social worker ose për të bërë punë në grup, për të ndihmuar komunitete, për të bërë, nuk e di, drejtues të një organizate, se nuk është të thënë gjithë punojnë në shtete të merren me një gjë fikse. Ose ka fëmijë të cilët janë lider, duan për shembull e kanë atë janë prirje, prandaj prindi është aty për ta vëzhguar, për ta parë. Që është kombinacion genesh, kombinacion modelesh. Po, modelesh, edukimi shoqëror, modelimi, edhe mësuesi, varet se çfarë modeli i transmeton. Çfarë mësuesi të bie, mund mos bjerë 5 vitet e para të shkollës asnjë mësues i mirë. Po. Varet se megjithatë fëmijët, unë mendoj se fëmijët kanë një intuit edhe një shqis ndryshe nga ne. Që e kuptojnë, më thënë pavarësisht se ai mësuesi mund të jetë shumë autoritar ose mund të ketë një qasje shkollore pak të rrept, mendoj se fëmijët e kanë aftësinë që t'i marrin atë gjën e mirë që ka. Prandaj gjithmonë mësuesit asnjëherë nuk duhet sulmohen, asnjëherë. Këtë e kam kështu. Sepse gjatë gjithë kohës janë në tension, janë në fundit edhe ata njerëz. Pastaj kjo pjesa e krahasimit të ne si prindër, unë thash që vjen në çështje breznore. Pra nëse ne na kanë edukuar dhe modeluar duke krahasuar me tjetrin, duke thënë gjithmonë që fëmia i tjetrit është më i mirë se ty, ndodh edhe një lloj disocimi, shkëputje mes fëmijës dhe prindit, sepse fëmia në atë moment mendon se unë jam i pavlerë. Mendon se prindi im
do të dëshironte të kishte një fëmijë tjetër. Dhe aty Mhm. pastaj fillojnë dhe shkëputet pak ajo marrëdhënia e fëmijës me prindin. Dhe më pas kjo shkëputje shihet në adoleshencë. Mhm. Pra nëse nuk e ke prindin aty për të komunikuar, për ta pasur të afërt, për ta trajtuar si shok, shoqe, do të thotë që diçka ka ndodhur herët. Mhm. Çfarë ndodh pastaj gjatë adoleshencës? Gjatë Nëse adoleshencës, nuk e kemi bërë mirë punën gjatë fëmijërisë. gjatë adoleshencës më pas ndodhin komplekse inferioriteti tek këta adoleshent. Ndjejnë që janë të pavlerë, ndjejnë që nuk dinë të bëjnë asgjë, ndjejnë që nuk dinë të krijojnë asnjë lloj marrëdhënie sociale. Pra e konsiderojnë veten sikur janë bosh. Sepse kjo gjë i është ofruar ndoshta nga ajo komunikimi pak drastik që kanë bërë prindrit. Prandaj them që nëse ne qasemi me një komunikim pozitiv, me një stil prindërimi pozitiv, duke e mbështetur, duke i krijuar terren dhe mjedis të qetë, mendoj se do ta kemi adoleshentin shumë shumë shok edhe do ta kemi shumë afër për ta këshilluar, për t'i dhënë ato këshillat e sakta, që ndonjëherë i merr të gabuara nga shokët, nga teknologjia, nga gjithë gjërat e tjera që ofrohen. Dhe nëse ti ke krijuar gja këtë të themi terren, ti arrin të bësh edhe kompromise me fëmijën tënd. Kompromise çfarë natyre? Bëni marrëveshje mes njëri tjetrit në lidhje me situatat përditshme jetësore. Mhm. Pra, që tek vendosja e rregullave, që përgjithsisht, sidomos se edhe këtu del një çështje tjetër gjinore më pas që vajzat dhe djemt trajtohen ndryshe. Sa dakord Nga jam, njëri tjetri. jam shumë dakord me këtë gjë. Për shembull, Jo, jam dakord që trajtojnë ndryshe, po mendoj si ju që realisht ne kemi një problem që i në trajtojmë. edukimin gjinor. Po. Dhe për shembull kompromiset janë ti do merresh me organizimin e ditës tënde, dhomës tënde, të rrobave të tua, qoftë djalë apo qoftë vajzë, qoftë në kompromisin që do të lini ju si dy palë prindër fëmijë mes përdorimit të telefonit. Pra do të jetë një orar i caktuar dhe më pas pjesën tjetër pas ditës mund ta kaloni së bashku duke parë një film, duke bërë një shëtitje, duke shkuar në kinema. Pra ideja është që prindi aty mendoj se ka arritur nivelin më të lartë të përgjegjshmërisë. Që ke rënë dakord me fëmijën tënd, ai E ka marrë atë përgjegjësi. e ka marrë përgjegjësinë, edhe është aty për të bashkëpunuar me ty dhe për të bërë aleat. Po nga ana tjetër ti e trajton dhe si partner. Pra, nëse bëjmë këtë gjë, si do bashkëpunëtor. shkojmë drejt kësaj gjëje, po. Të bashkëpunojmë sepse derisa do dalim pas një ore ose pas 2 orësh, atëherë ti bëjmë këto punë, Po. shpejt se kemi interesin që të dalim apo jo. Eksakt. Dhe në këtë formë ti e përfshin fëmijën, e bën më social, e bën më të përgjegjshëm, e bën më të lirë, nuk e presionon, nuk i krijon ato oraret edhe ato presionin. Nga ana E tjetër, bën të arsyetoj dhe më shumë sepse kupton që ne po nxitojmë për të bërë këto punë të shtëpisë ose për të bërë këtë gjë që kemi në dorë sepse do dalim. po, Pra është e logjikshme. eksakt. Dhe nuk është se po i bëj se thot mami apo thot babi që unë duhet ta bëj edhe fjala e tij apo e saj është urdhër. Dhe kështu pastaj, sepse unë gjithmonë kur flas tani projektoj dhe individët e së ardhmes. Kështu pastaj do të kemi dhe djem, të cilët do të jenë të angazhuar për të bërë aktivitetet e tyre, punët e shtëpisë, çdo gjë. Dhe nuk do kenë asnjë lloj konflikti apo mosmarrveshje me partnerët e tyre të ardhshme, sepse secili ditë i bëj gjërat, ditë i ndaj gjërat. Domethënë, prandaj them që edukimi është i vazhdueshëm dhe lë shumë shenja në jetën e individit, po. Patjetër, në çdo hap që ai hedh. Sepse nëse ne do të kemi sot një adoleshent të cilit i themi, "Rri aty se ti sjell mami, ulën tavolinë se e ke gati."
mos i lajenët se lodhesh. Se është motra, i lën motra. Individi i së ardhmes do jetë një person i cili ma I pret bëj gjërat gati gati. ose dua gati këtë gjë. Mm. Dhe bëhet më pas edhe konfliktual se nuk arrin dot të pranoj refuzimin, që unë nuk jam mësuar në këtë lloj forme ose nuk e pranoj këtë gjë, mund të marrë një përgjigje. Dhe më pas nuk arrin dot të menaxhoj më pas edhe Sepse emocionin. norma e tij është që ushqimi i vjen me tabaka, gjithçka i vjen me tabaka, kështu që norma sipas ti në mendjen e tij duhet të jetë që edhe bashkëshortja apo partnerja apo duhet t'ia sjelli me tabaka. Po. Nuk mundet të jetë një normë tjetër. Një normë që është e mësuar. Sa ndikon inteligjenca emocionale në suksesin e individit? Për ato pritshmëri që ka, për ato qëllime, sepse unë mendoj që suksesi është relativ. Është relativ, po. Megjithatë unë mendoj që inteligjenca emocionale e bën një individ të jetojë në paqe me veten. Si për shembull, do të thënë kur ti ke inteligjencë dhe lufton për ta mjeshtruar inteligjencën emocionale, je në paqe me veten. Po, ja për shembull do të marr një shembull të atyre që kanë një kompani për drejtuar. Okay. Drejtuesve. Dhe aty nëse ne kemi një drejtues i cili ka inteligjencë emocionale, ai është ftues, është bashkëpunues, nuk të kritikon. Çdo problematike ul në tavolinë, motivon çdo punonjës. Sepse i vjen e brendshme, kjo është vokacioni i brendshëm se ai ashtu është mësuar, nuk detyrohet, nuk shtiret, nuk mundet dot ta bëjë një gjë për te. Pra nuk mund të thotë dikush një fjalë pozitive nëse nuk e ndjen. Nuk kupton? Pra, do të thënë, imazhi i këtij drejtuesi është një lider i cili e fton dhe ai vetë nuk lodhet sepse e bën punën në paqe, e bën punën me punonjës të cilët i ka motivuar, i ka mbështetur. Dhe ndërkohë nga ana tjetër, flasim për një drejtues i cili nuk e ka të kultivuar inteligjencën emocionale. Pak a shumë autoritar, çdo gjë do të bëhet këtu tani, asnjëherë nuk ka të gjithë së bashku ftesën. Dhe imagjinoni çfarë mjedisi pune krijohet aty. Parimisht jam dakord me këtë që ju thoni, por ambienti ynë shqiptar është pak problematik, sepse thash, unë i besoj shumë këtij konceptit dhe këtij fenomenit, fakt të shqiptarizimit. Që do thot, pyetja ime është a ekziston rreziku i kthimit në të kundërt të kësaj gjëje, që do thot në këtë mjedis punonjësit të abuzojnë me këtë tolerancën tënde, ose me këtë mirëkuptimin, ose me empatinë tek e fundit që ti ke. Sepse më duket pak ambient i vështirë për tu mirë kuptuar dhe vlerësuar empatia ose inteligjencë emocionale. Shqipëria është një mjedis i vështirë në këtë aspekt. Është se. Kur e krahason me mjedise të tjera. Po, patjetër, sepse është temperament Ballkanas. Pra një gjak nxehtë edhe megjithatë, prandaj them që inteligjenca emocionale është edhe tek jote, të kuptuarit se çfarë çfarë mendojnë, çfarë duan, çfarë nevojë kanë tjerët. Po. Megjithatë unë mendoj se edhe trajnimet e këtyre stafeve dhe gjatë gjithë kohës vlerësimet që bëhen edhe ndaj punonjësve të vi gradualisht. Nuk mundemi dot me njëherë të bëjmë ndryshime. Patjetër. Pra, prandaj them që e nisa fillimisht që inteligjenca emocionale fillon aty tek ai i vogli. Dhe më pas ai i vogli fillon dhe kultivohet dhe më pas bëhet një i rritur i cili e kultivon inteligjencën emocionale. Kështu që unë e kam ndihur shpesh në individ që janë 30 vjeç, 35, 40. E kam ndeshur procesin e të antrumeve të ta. Është shumë e hapitshme. Se nuk e kanë kaluar. Po. Edhe se kanë menaxhuar dot. Kështu që prandaj them që është proces i vazhdueshëm modelimi edhe kultivimi. Duhet jemi pak më tolerant. Unë besoj shumë edhe vetë si individ edhe si qasje besoj shumë tek pozitivizmi. Pra edhe tek humanizmi.
Mendoj se thellë në ekzistencën e tyre njerëzit janë të mirë. Dhe thjesht këto dëshira për ambicie, dëshira për pushtet, dëshira për para i ka mbuluar tek ajo pjesa e mirësisë. Ndaj them nëse fillojmë gradualisht, hap pas hapi, në kultivimin e gjës së mirë, në thënien e fjalës mirë, unë shoh që përgjithsisht edhe njerëzit e kanë shumë vështirë të thonë një fjalë të mirë, ose ta komplimentojnë një koleg. Ti thon, pëlqen puna që ti bën, ose bravo për suksesin që arrit. Pra, nuk ja thon dot, Nuk i vjen e natyrshme, nuk vjen e natyrshme. ose mund ta mendojnë, por nuk e nxjerrin fjalën dhe s'ka asnjë gjë të keqe kjo të ndihmon ty në rast parë. Ndihmon Për të shprehur edhe për të vlerësuar dhe për të kuptuar që po tjetri bën diçka të mirë. Patjetër, edhe e vlerëson, dhe nga ana tjetër krijon dhe një marrëdhënie që është më e mirë, është më paqësore brenda ambientit edhe marrëdhënies që ke. Marrëdhënie që të ndihmojnë në suksesin tënd. Patjetër. Të gjitha këto për suksesin flitet. Sepse drejt, domethënë, nëse ti arrin paqen me veten, patjetër që drejt asaj majës kulminante do të shkosh. Edhe mas lohu e parashikon shumë bukur me ato pjesën e hierarkisë. Të nevojave. Nevoja vetë aktualizimit. Cila është ajo nevoja vetë aktualizimit? Nuk është të qenit në maj të pushtetit. Ajo është të qenit në maj ku ti ke pranuar veten, ke pranuar atë dëshirën tënde për siguri, për dashuri, ke dhënë dhe ke marrë, je ndjer i vlerësuar, të kanë vlerësuar, i ke vlerësuar, dhe më pas është ai maja kulminante e vetë aktualizimit, që ti je në paqe me veten, ti e ke pranuar veten, ke pranuar vetë konceptin tënd si individ, edhe ke punuar në lidhje me të metat e tua. Pra edhe i ke pranuar pikat e tua të dobta, po edhe ke punuar për to. Dhe ja aty ku je. Prandaj kur flasim për vetë aktualizim, shumë pak janë figura që kanë arritur nivelin e vetë aktualizimit. Ndoshta nuk kanë bërë atë procesin e. Po në fakt keni shumë të drejtë. Gjithë teoricienët e leadershipit, të drejtimit të kompanive thonë qartë që duhet të njohësh punonësit e tu, bashkëpunëtorët e tu, se varet e si i konsideron punonjës, i konsideron bashkëpunëtor, i konsideron gazetar, i konsideron partner të ngushtë në krijimin e diçkaje, edhe duhet i njohësh. Duhet i njohësh, por s'do ta heqësh në asnjë moment vëmendjen te ta, në kuptimin për çfarë duan, çfarë kërkojnë nga i mjedis pune. Po, cilat janë pritshmëritë e tyre? Andjen rehat, cilat janë pritshmëritë, çfarë mendojnë për ty? Për mënyrën si ti drejton. Po. Nëse mund mos jenë fare dakord me mënyrën si ti drejton, a kanë një problem me autoritetin femëror apo me autoritetin mashkullor, se kjo lidhet shumë me mënyrën si është individi. Një person që ka një problem me autoritetin femëror, që ka pasur një problem në përgjithësi në karrierën e vet, nuk mundet që pa pritur ta tejkalojë këtë gjë apo jo. E vërtet. Kështu që keni të drejtë në këtë aspekt, po thash, Shqipëria është një vend i vështirë për shkak të kësaj të faktit se dhe ti kur bën gjëra të mira, edhe kur mundohesh të punosh, mundohesh të jesh tolerant, ke këto vlerësimet pas krave që ne i dëgjojmë për kolegë të tjerë që sa e aftë dhe zonja është, po punon gjuna e shkreta, punon shumë. Pra, ty në këtë moment kur dëgjon të tjerët për që vlerësojnë kolegët e tu, të bie komplet energjia, sepse koncepti i tyre, vlerësimi i tyre është gjuna e shkreta punon, ose gjuna i shkreti punon shumë. Dhe nuk di nga të marrësh, praktikisht. Patjetër, prandaj them që ky është një proces gradual dhe hap pas hapi. Edhe individët duhet se kjo inteligjenca emocionale nuk është vetëm në marrëdhënie të punës, është edhe në familje, është edhe në marrëdhënie bashkëshortore, është edhe me fëmijën. Pra është shumë dimensionale. Dhe ideja është që gradualisht fillohet të kultivohet, të flitet më shumë për to. Ata cilët kanë mundësi të bëjnë një seancë me psikologun, për çfarë na këshillon në këtë aspekt për shembull? A duhet të shkojmë si të shkojmë te dentisti, një herë në 6 muaj që bëjmë kontroll dhe pa pasur asnjë problem, sa herë duhet të shkojmë te psikologu?
Do thënë nuk ka një formulë mbase fikse, po a është e Nëse nevojshme që të nëse paktën ndjen një problematik shpirtërore dhe ndihesh sikur po përjeton një stres ose Mhm, ndihesh sikur ke një ngarkesë të jashtëzakonshme e cilën nuk po e menaxhon, është përtej aftësive të tua mhm. menaxhuese. Pra ti ke përdorur ato teknikat e relaksimit, shëtitjes, të ecjes në natyrë, të ngrënit shëndetshëm, Ke komunikuar me familjarët e tu ke ose me miqt komunikuar edhe që nuk ti ja ke? ke dalur dot, domethënë e shikon që është përtej teje, atëherë është nevojshme të flasësh me një psikolog. Mhm. Sepse ti shikon ndoshta një qasje tjetër që të tjerët nuk ta kanë ofruar ose edhe ti nuk ja ke ofruar vetes. Shikon që Duket sikur të ndoshta tjerët s'të kuptojnë ajo mbase. gjëja që ti ke maksimizuar nuk që nga aq e madhe sa që ke maksimizuar. Mhm. Nëse ne flasim për dimensione të ndryshme të jetës. Pra, është një qasje dhe një këndvështrim tjetër dhe është mirë që në momentin që ti e ndjen këtë ngarkesë të flasësh me një psikolog. Mhm. Aryla, shumë faleminderit për gjithë këtë shtrim, për gjithë këtë perspektivë që na solle dhe për çështje që mbase ne i përjetojmë në përditshmëri, por ndonjëherë nuk dim t'u vëmë emrin. Këto sfidat që kemi me fëmijët, të gjithë ne si brez prindërish të rinj, por po ashtu sfidat që kanë mësuesit. Ideja e kësaj teme në fakt lindi nga nevoja e një mësuesi, një drejtuesi shkolle, i cili më tha, dëgjoj, duhet të flisni për inteligjencën emocionale dhe për empatin, sepse është shumë e rëndësishme në punën që ne bëjmë. Dhe unë e pyeta, po si lidhet me punën tënde? Se okay, ti drejton një institucion, lidhet shumë dhe ma shpjegoi se si ndikonte ky proces formimi të shëndeti i nxënësve të shkollës që ai drejton. Kështu që ndonjëherë ne kur mendojmë që gjërat nuk kanë lidhje, realisht mund të gjejmë të kundërtën e kësaj lidhje. Dhe jam e sigurt që mes audiencës son ka nga ata që na kanë dëgjuar me shumë vëmendje që mund të jenë dagorcuar ose jo, po kjo është çështje që varet shumë ka individët që na kanë dëgjuar dhe është e drejta e tyre plotësisht. Pra faleminderit shumë Ariola që ishe me ne dhe nuk do të harrojmë të ftojmë sërish. Faleminderit shumë ju për ftesën.